shkullore e foli qerqizi o me goje po terapi morin ma i shkullore e foli qerqizi o me goje. Qerqizi more me goje, po lëri djemë temi mori të shkojnë, e lëri djemë temi mori të shkojnë, po se ju s'kujq more ju bëjo me boje. Shkurti more ajde yri marsi në gjiro kastër mor që vra o bimbashi e të vranë more pi o bimbash të vranë e qerqizi o moj me i do labënë. Po që bë qerqis bukuria, po që bë qerqis ajde moj bukuria, e po e qano moj aso o mavria Nuk ka Shqipëria, as bota e tërë, po pike florin, bi malin e gjërë, sot me zërin tim, vin me mira zëra, ju po dhe i ketën të tëra. She don't pass the way you Faleminderit shumë Gjirokastra. Unë jam Denisa, vajza Gjirokastrite, nga Lagja Palorto. Dhe sot kam kënaqësinë t'ju uroj mirëseardhjen kryeministit zotit Edi Rama. Mirë se keni ardhur. Gjithashtu do doja të ftoja një Gjirokastritje, deputeten dhe ministren zonjën Mirela Kumbaro. Faleminderit shumë Gjirokastra.
Faleminderit Denisa, të cilën dua t'ja përshëndes se na nderon në ansamblin e këngëve popullore në mes të Tiranës, një zë Gjirokastrit, dhe siç e tha, gjysma e zemrës është këtu, gjysma e zemrës jeni ju. Faleminderit Gjirokastra ime, faleminderit Përmeti që më ka adoptuar, faleminderit Këlsyra që më ka mësuar bukurit, faleminderit Memaliaj Porta e Vjosës, faleminderit Tepelena, ku është Tepelena, që e kemi kthyer sot në zemër të turizmit, faleminderit Dropulli, me të cilin kam nisur rrugtimin tim politik, Efkaristo. Faleminderit Liboova, që deri dje, deri para 10 vitesh, kur thoja jam nga Liboova, më thonin, po ku bie Liboova? Ndërsa sot, më thonë, në cilin nga restorantet dhe në cilin nga bujtinat e Liboovës të shkojmë. Ky është vizioni ynë. E nisëm të rrugtim 12 vjetë më parë. E nisëm bashk, e nisi Partia Socialiste dhe Edi Rama, kur Shqipëria i dha besimin për atë që ne ndoshta e ndëronim, por që sot e jetojmë. Kur kthejmë kokën pas, kemi bërë shumë punë. Ky shesh e tregon. Ky shesh, për të parën herë, sot, mbledh një tubim politik. Po jo në kuptimin politik që nga një herë nga bezdisi fjalë, po në kuptimin politik të politikës që bëni ju në çdo 4 vjet, duke i besuar Edi Ramës dhe Partisë Socialiste votën, që bëni ju në çdo 4 vjet, duke i dhënë Partisë Socialiste besimin për skuadrën e saj të udhëheqësve vendor. Dhe mbasi kemi bërë shumë festivale, mbasi e ndërtuam, e rregulluam, e rinovuam, shikojmë se si lulëzojnë rreth këtij sheshi, edhe në gjithë qafën e pazarit, bizneset e turizmit, që është industria më e bukur që Gjirokastra me historinë e saj, me njerëzit e saj mund të ndërtonte. Kujt ja priste mendja që nga Progonati në Golëm, në Labërin e Tepelenës dhe Gjirokastrës, sot që flasim, ndërtojmë një aks të ri turistik. Kujt ja priste mendja që Përmeti, xhepi i harruar, dhe do t'ju them diçka, në 2015, kur kam shkuar për herë të parë në Përmet, me detyrën si ministre e kulturës, tek ura e Leklit nuk kishte as një tabel që të drekonte Përmet. Fare, as nuk e kishin në llogari. Imagjino të mendoje që mund të flitej për rrugë. Kryeministri na u bashkua sot në të shesh të bukur, po nuk erdhi nga Tirana. Erdhi dje nga Dibra. Pash orën, kryeministër, kur më shkrua dhe më thatë, u nisa nga Dibra, ishte ora 8:15 i darkës, mbasi mbaroi aktivitetet. Ishte ora 23:22, kur mbriti këtu në Gjirokastër. Dibër, Gjirokastër, akse të pamendueshme. Kujt ja priste mendja që detin do ta kishin vetëm 40 minuta larg, fal rrugës Karvik dhe Gvin. Kujt do t'ja priste mendja që Tepelena do t'ishte rreth rrotullimi i jugut për të shkuar drejt Vlorës dhe Himarës. Kujt do t'ja priste mendja që Përmeti të kthej rreth rrotullim mes Korçës dhe Gjirokastrës. E kam thënë dhe më pëlqen shumë ta përdor. Qarku i Gjirokastrës është bërë si sheshi Skënderbej në Tiranë, rreth rrotullimi ku vinë vërdall të gjitha bizneset, turistët, njerëzit, gati 1 milion njerëz. E pra, nëse ne fillojmë llogarisim 600.000 turistët që e vizituan vjet Gjirokastrën, 150.000 turistë që e vizituan Përmetin, disa qindra të tjerë, të cilët shëtitën nga Vjosa në Drino, nga Dropulli në Memaliaj, 1 milion vizita i kemi dhe ne këtu në rreth rrotullimin ton, këtu në zemër në shesh të Qerqizit, me historinë përballë dhe me njerëzit e punës kudo në shesh. Ka kaq shumë gjëra që kemi ndërtuar bashkë, por sidomos ne Gjirokastritëve nuk na hyn në sy se nxjerrim atë lapsin dhe fillojmë themi, është dhe kjo për të bërë, është dhe kjo për të bërë. Madje, jo vetëm ju që jeni këtu në shesh në diell, ka disa qindra që janë futur në hije, ata që erdhën të parët, edhe ju që jeni këtu,
S'ka gjë se dhe kjo na pëlqen në Gjirokastër. E pra, me këtë lapsin e vogël, ne kemi filluar tashmë listën e gjërave që do bëjmë, sepse shumë prej jush ma thonë, këto që bëm ishin ato që nuk u bëm për 30 e kusur vite. Por ato që ne presim të shohim, të bëjmë bashkë me ju në këto 4 vjetë për cilat përgatitemi fill në datë 12 maj të vazhdojmë punën, janë ato që do të na japin pasaportën europiane të Shqipërisë, të Gjirokastrës, të Liboovës, të Përmetit, të Këlqyrës, të Memaliajt, të Dropullit, të Liboovës. Dhe kjo pasaportë europiane sot mban një numër. Numërin 5. Numërin 5 për të cilët këtu në qarkun e Gjirokastrës, gra e burra, vajza e djem, madje edhe brezi që po rritet mes nesh e shikon si një numër fatlum, sepse prindët e tyre me këtë numër do të votojnë për të ardhmen e fëmijëve. Do të rregoj dhe 2 episode. Dje takova isha në një biznes që ju e njini, në një fabrikë që prodhon mobilje këtu në Gjirokastër, i cili një biznes 30 vjeçar që më tregonte deri para 10 vjetësh të punësuar tashmë 20 e kusur vet, nuk isha i sigurt se do ta mbaja dot biznesin me aq sa kishte treg. Por tani e kam sigurt, sepse po furnizoj të gjitha hotelet e bujtinat nga Fjeri në Sarandë. Kjo është industria e turizmit, ky është punësimi. Ka dyshim për ne, qarkun e Gjirokastrës, qarku më i bukur në botë thash, jo vetëm në Shqipëri, që nuk ka kthim, nuk ka dyshim, nuk ka dilem. Dhe përgjigjen me këtë, ma dha një tjetër përfaqësuesi juaj në Lunxhëri që ka një fabrikë që prodhon produkte ushqimore. Vetëm kur dëgjova më tha, se si Këneta thot që kur po erdhëm ne, do fshim gjithë platformën e Albanias. Tha u tmerrova, sepse unë sot, këtu, në fabrikën time, me mbi 60 të punësuar, gjithçka e krye nga telefoni im. Nëse ju më hiqni këtë, më keni prerë kokën, më keni marrë kohë dhe për më tepër do fusni dorën në xhepin tim. Ju lutem vazhdoni. I thash, ka vetëm një mënyrë që ne të vazhdojmë. Numri 5. Partia Socialiste dhe Edi Rama për Shqipërinë 2030, për Gjirokastrën e Unazës të Çajupit, për Gjirokastrën e shkollave të reja të ndërtuara, për Gjirokastrën e qendrave sportive, që nga Pallati i Sportit Përmet, qendra sportive Pallatin Tepelen, Pallati i Ri Sportin Gjirokastër, 60 qendra shëndetësore, Spitali i Ri Rajonal Gjirokastër, Unaza e Çajupit, zemra e Zagoris, rruga Ballaban Berat që do të lidhi Beratin me Gjirokastrën. Janë të mjaftueshme? Jo, nuk janë të mjaftueshme. Prandaj, një javë që na ka mbetur. Ne vërtet jemi 7 bashki, po gjithmonë mendojmë për atë bashkinë e 8 që kemi në diasporë, për motrat e vëllezërit tanë të shumë, jemi qarku kufitar që asnjëherë si kemi ndërprer lidhjet me ta. Të gjithë bashkë i takojmë dhe vinën a takojmë, festat i kalojmë bashkë, po për të parën herë, ata do të japin votën për ju, për familjet tuaja, për fshatin e tyre, për shtëpinë e tyre, për rrugët që sot i sjell derë më derë. Dhe për këtë, unë dua të ftoj këtu një skuadër të cilën kam nderin e jashtëzakonshëm ta drejtoj në qarkun e Gjirokastrës. U mendova shumë gjatë përpara se sa ta propozoja këtë listë kryesia e Partisë Socialiste. Dhe 2 kritere kisha. Një, si të ishte kjo skuadër e kufizuar në numër, që s'varet nga ne, po nga kodi zgjedhor, të përfaqësonte gjithë këtë bukuri të qarkut, ku bektashi muslimane ortodoks jetojnë në mënyrë të jashtëzakonshme bashkë, ku Përmet e Këlqyr të jenë bashkë me Tepelen e Labëri, ku Memalia e Toskëri të jenë bashkë me Gjirokastrën qytet, me Lunxhërin, me Liboovën dhe me Dropullin. Nuk është kollaj ta zgjidhësh këtë ekuacion. Por pata edhe një kriter të dytë që ma bëri më të lehtë. Është e para herë që qarku i Gjirokastrës ka një listë me njerëz të lindur në këtë qark, kanë bërë fëmijët e tyre në këtë qark, kanë krijuar familjet, jetojnë, punojnë, e kanë ndërtuar jetën me shpatullat e tyre dhe do të vazhdojnë të jetojnë
në qarkun e Gjirokastrës. Prandaj, unë ftoj këtu Anila Dimitrin, përmetaren tonë të dashur, që siç ka drejtuar punën e vet, jetën e vet, familjen e vet, sot është këtu në emër të Partisë Socialiste, një nga shoqet e mia më të mira, profesorin Shqyqyrysi, me Mariotin, i cili tregoi se platforma e deputetit që dua nuk ishte një shaka, se nuk ka kufi moshe për të kontribuar për Partisë Socialiste. Nuk i besove ndoshta Shqyqyri kur të thash e përcjellur nga platforma e deputetit që dua. Pirodhima, Gjirokastriti, Luçot, Dhëndri, Mirtropullit, që la migracionin dhe bashkë me familjen, ka këtu një nga bizneset më suksesshme, bashkë me shumë biznese tjera, se është një garë shumë e bukur. I fundit po jo për nga rëndësia, shoku im Tërmet Peçi, që i ka dhënë Partisë Socialiste fitore mbas fitoresh dhe e bëri Tepelenën sot një destinacion të pashmanshëm turistik, se duhet vini me Malia e Tepelen pas vini në Gjirokastër. Miq, shumë shpejt. Përshëndetje të gjithëve. Në fakt, unë dua të bëj një falënderim për të gjithë të rinjtë dhe të rijat e qarkut të Gjirokastrës, për gratë e qarkut të Gjirokastrës, për Tepelensit, me Maliajt, për metarët, kërcyriotët, Gjirokastritët, Dropullitët dhe Libohovitët. Të votosh Partisë Socialiste do të thotë të votosh zhvillimin, progresin, do të thotë të votosh të tashmen dhe të ardhmen e Shqipërisë. Falë të gjitha investimeve që janë bërë në qarkun e Gjirokastrës, kjo, si rezultati vizionit të Partisë Socialiste dhe të kryeministrit tonë të dashur Edi Rama, gjithë qarku i Gjirokastrës është kthyer në një kantier ndërtimi, është kthyer në një destinacion të rëndësishëm turistik, ku njerëzit e ndershëm, punëtor të rinj janë kthyer dhe investojnë këtu, në qarkun e Gjirokastrës, në adheun e tyre për të bërë sa më të qartë zhvillimin. Për të vazhduar të gjitha këto punë, pa tjetër që na duhet ky mandat, për të marrë pasaportën evropiane, pa tjetër që na duhet ky mandat. Prandaj unë ftoj që të gjithë, duke filluar nga diaspora, nga vëllezërit dhe motrat tona, të votojnë numrin 5, të votojnë Partinë Socialiste. I ftoj të gjithë gjirokastritët, të cilët me pjesëmarrjen e tyre këtu treguan që janë mbështetës të fortë të Partisë Socialiste, të votojmë numrin 5, të votojmë Edi Ramën, të votojmë Shqipërinë 2030. Profesor. Faleminderit zonja ministre, përshëndetje gjithë pranishmëve, i nderuar zoti kryeministër, më lejoni të shpreh mirënjohjen time për çdo banor që kam takuar, për çdo derë ku kam trokitur, për çdo dorë që kam shtrënguar dhe për çdo që më ka përkrahur mua, Partinë Socialiste, ekipin përfaqësues dhe Edi Ramën si kryetari i vazhdimësisë, si kryeministri i vazhdimësisë. Për ule me respekt përballë kujtdo që ka besuar tek unë, që më ka vlerësuar, që më ka gjykuar dhe kritikuar, dhe që na siguron për një fitore historike në këtë moment historik më 11 maj. E kam përjetuar me emocion, çdo bashkëbisedim, çdo kontakt me ju, çdo mirëkuptim, çdo mikpritje dhe çdo gjykimin tuaj, por edhe çdo hall, çdo shqetësim, vizion e idenë tuaj e kam bërë pjesë të qenies time, të koshiencës dhe të punës time të përditshme. Të nderuar pjesëmarrës, nga ky shesh simbol i vlerave kombëtare, nga ky shesh simbol i atë dashurisë, i figurave tona kombëtare dhe nga ky shesh i rilindjes urbane, më lejoni të kërkoj çdo shqiptar i votën për Partinë Socialiste, votën për ekipin përfaqësues të qarkut tonë, për Shqipërinë Europiane, për Shqipërinë 2030. Faleminderit, suksese Partisë Socialiste. Pirodhima. Përshëndetje Gjirokastra, përshëndetje qarku i Gjirokastrës, ky qark i mrekullueshëm. Sot jemi mbledhur këtu te sheshi që ka bërë që
ka parë ndryshimin më të madh të investimeve të kësaj qeverie dhe të Partisë Socialiste. Ky shesh dhe gjithë pazari Gjirokastrës është ajo provë e gjallë se si është transformuar gjithë qarku i Gjirokastrës, por unë do të thoshja, ministre, që qarku i Gjirokastrës me hyrje në Bashkimin Evropian nuk do të jetë më ai rreth rrotullimi i jugut të Shqipërisë, por do të jetë rreth rrotullimi i juglindjes së Evropës juglindore. Sepse destinacioni i Shqipërisë është Evropa. Dhe për këtë, ne sot duhet të ndajmë epokat, epokën e parë nga kjo epokë që vjen. Nga kjo epokë ku familja jonë është aty në Bashkimin Evropian. Familja jonë shqiptare do të bëhet sa gjithë Europa dhe Europa sa Shqipëria. Votoni numrin 5, investoni në 11 maj për këtë ndryshim. Faleminderit. Tërmet Peqi. Përshëndetje të gjithëve. Tani po më dha sinjal komandanti e ula tempin. Po më dha kështu vazhdoni ngriheni, s'kemi çfarë bëjmë tani, fushat jemi. Ta ulim. Shumë kënaqësi dhe privilegj për mua që Partia Socialiste më ka vlerësuar të jem në listë garuese në 11 maj, të jem përfaqësuesi juaj në këtë garë dhe këtë sfidë që e kemi të gjithë së bashku, jo vetëm në qarkun ton, por në gjithë Shqipërinë. E unë dua të falenderoj nga zemra të gjitha strukturat, duke filluar nga Gjirokastër, Tevelen, Memalia, Këlqyr, përmet Dropull dhe Libohov, që nuk kanë rreshtur asnjë minutë duke punuar çdo ditë, çdo natë për të maksimizuar çdo vot për Partinë Socialiste, por jo vetëm strukturat dhe gjithë ata që janë simpatizant, mbështetës dhe dashamirës të familjes tonë të madhe Partisë Socialiste. Unë nuk do të zgjatem fare, por një gjë e kam premtuar te sheshi Aliut, e premtoj këtu tek sheshi Qershizit, 11 maj do të jetë tërmet Gjirokastra, tërmet Tevelen, tërmet Memaliaj, Këlqyr, përmet Dropull, Libohov, dhe me Partinë Socialiste dhe Edi Ramën do jetë tërmet gjithë Shqipëria, e me që kanë merak ata, publicitet e publicitare, do të jetë data e shënuar 11 maj, se vetmja forcë politike është vetëm Partia Socialiste dhe Edi Rama që bënd gjitha këto që i shikojme i prekin, dhe vetmja forcë që e fut Shqipërinë Bashkim Evropian është Edi Rama dhe Partia Socialiste. Shumë mirënjohës, shumë faleminderit, respekte për të gjithë juve dhe këto pak ditë që na kanë ngelur, të maksimizojmë çdo vot. Ore, le të vim vërdall ata, ne ta tregojmë që ne dim të punojmë, ne duam vendin tonë, ne duam qarkun tonë, ne duam Shqipërinë tonë. Faleminderit shumë. Në këtë shesh historik, ku monumentet shënojnë brezat që kanë bërë historinë, nga Qerqizi, të më duke se po buzëqesh sot, tek ato dy zonjat aty të luftës antifashiste, Bule e Persefoni, sot është koha e Gjirokastrës 2030, ku Partia Socialiste ka ndërtuar historinë e vetë, 30 e kusur vjeçare, por guri i themelit janë këto 12 vjetë ku ne ndërtojmë, zhvillojmë dhe mbështesim njëri tjetrin. Dhe ky ka një emër, ka emrin e kapitenit të skuadrës sonë të madhe nga Vermoshin Konispol. Juftoj të mirëpresim, ne të pestë, këtu dhe të gjithë ju aty në shesh, kryetarin e Partisë Socialiste, Edi Rama. Përshëndetje edhe shumë faleminderit për këtë mikpritje kaq të bukur. Më vjen jashtëzakonisht mirë që na jepet mundësia që këtë rrugtim drejt 11 majit nga hyrpamja e takimit përmbyllës, sepse rrugtimi vazhdon dermder deri në 11 maj, ta bëjmë këtu në këtë shesh të transformuar tërësisht. Kur ne morëm detyrën, ky shesh ishte një parkim
për autobus, për makina, me një asfalt të rrjepur, ku s'kishte vend për t'imaginuar një Gjirokastër turistike. Dhe në atë kohë, dyert ku mund trokisje për të qëndruar një natë Gjirokastër numëroheshin me gishtat e dorës, dhe numri i turistëve dhe i vizitorëve në Gjirokastër në vit ishte 6.000. Vjet Gjirokastra e mbylli se vitin me 600.000 turistë. Tani, ata të cilët përpiqen t'i thonë popullit shqiptar dhe përpiqen më kot sepse shumica e shqiptarëve të japin ujin mbi shlugës, thonë se çfarë është bërë mirë e ka sjell koha. Çfarë nuk është bërë është përgjegjësia jonë. Dhe në ndërkohë njeriu pyet, po mirë, si ka mundësi që ato që koha i solli në vetëm 12 vjet nuk i solli në thuajse çerek shekulli, derisa ju dhe të gjithë shqiptarët në shumicë na dhat besimin, na dhat mbështetjen e madhe për të filluar këtë transformim. Si ka mundësi? Si ka mundësi që koha nuk solli një Shqipëri më të mirë se sa ajo e fillimit të transformimit demokratik në vitin 97? Si ka mundësi që koha nuk i solli këto transformime në infrastrukturë, për të cilat ne dëgjuam shumë aso kohë? Rrug, por të tëra rrugët mbetën rrugëve, sepse ishin tendera, ishin daulle inaugurimesh, por nuk ishin as projektet mirëfillta, nuk ishin as financime reale. Dhe atyre që thonë shpesh si a vlen të votosh, se të tërë këtu janë njësoj, edhe gjithsesi gjërat do shkojnë si do shkojnë, pavarësisht se voton apo nuk voton, ju them, e para, kur shqiptarët na besuan mandatin e parë, kanë ndërhyrë në momentin më kritik, kur Shqipëria rrezikonte seriozisht të binte përsëri në humner, në një humner të ngjashme me atë të piramidave, po jo më për shkak të një sudeje e të një vebiu që kishin bekimin e të parit shtetit, po për shkak të vetë qeverisë që udhëhiqej nga i njëjti njeri që bekoi suden dhe vebiun. Shqiptarët ndërhyn dhe e penguan rënimin përfundimtar edhe një herë nga e para të Shqipërisë. Ndërkohë që ne së bashku filluam një punë që sot shihet në fytyrën e rilindur ku është kthyer buzëqeshja të Gjirokastrës, të Tepelenës, të Përmetit, të Kërcyrës, të Libohovës, të Memaliajt, edhe të Dropullit. Para se të vinim këtu isha me disa djem të kthyer nga Greqia, që kanë këtu bujtina, restorante. Sot problemi i tyre nuk është më se a të rrinë, a të ikin. Problemi i tyre nuk është më as se a kanë, as kanë punë për të kthyer investimin që kanë bërë të kursiveve të tyre. Sot problemi i tyre nuk është as se nuk kanë mundësi t'i paguajnë punonjësit. Ata cilët duhet të hapin derën, ata cilët duhet të përgatisin ushqimin, ata cilët duhet të presin miqt e kështu me radhë. Sot problemi i tyre është si t'i bindin shumë Gjirokastrit, shumë Tepelenas, shumë Kërcëriot, shumë Memaliot, shumë Dropullit apo Libovit, dhe shumë përmetarë që ndërkohë ropaten në Greqi, që të kthehen këtu dhe që të marrin paga më të mira se sa ato që marrin në Greqi. Dhe unë dëgjova konkretisht
Ata janë njerëz konkret. Ato janë realitete konkrete dhe nuk janë vetëm ata. Sot i gjithë industria e re e turizmit është e gatshme të paguaj më mirë se sa në Greqi. Dhe përfitoj nga rasti këtu se e di që po na ndjekin edhe nga Greqia shumë bashkëqytetarë dhe bashkëqytetare tuajt për t'ju thënë duhet ta besoni këtë gjë, nuk duhet të dëgjoni zhurmën e kuave të Kënetës, nuk duhet të pini ujin e Kënetës as në mëngjes dhe sidomos në darkë, kur përhapen në për ato berberhanet e natës të gjitha ata që mbajnë titullin analist, por nuk janë asgjë tjetër përveç se njerëz që jetojnë në një realitet të krijuar prej tyre, me gjysmë të vërteta që janë dhe gënjeshtat më të mëdha, dhe që nuk kanë asnjë lidhje me realitetin e ndërtuar prej nesh së bashku. Prandaj ata nuk arrin ta kuptojnë si ka mundësi që të gjitha sondazhet e opinionit, përfshirë dhe sondazhin e bërë nga sondazhisti i presidentit Trump, thonë se shumica e shqiptarëve mendojnë se Shqipëria po ecën në drejtimin e dur. Thonë se shumica e shqiptarëve do të votojnë Partinë Socialiste dhe thonë se një shumicë edhe më e madhe se ajo që do votojë Partinë Socialiste thotë që fituesi i 11 majit është Partia Socialiste. Nuk e kuptojnë dot ata pse. Ata nuk e kuptojnë dot, sepse ata janë kori i bretkocave që i thotë shqiptarëve çdo natë që këtu ka vetëm vrasje, krim, dhe këtu ka vetëm varfëri, që këtu s'ka bukë, që këtu s'ka ujë, që këtu s'ka punë, që këtu s'ka biznes. Ndërkohë që realiteti është krejt tjetër. Dhe pikërisht pse ne kemi bërë investimin më masiv në historinë e shtetit shqiptar për ujin e pishëm, sot ne jemi në përmbyllje të programit të furnizimit me ujë të gjithë territorit. Ata duan të bëjnë manipulim të opinionit, nxjerrin deklaratat mijat, e pastaj lëshojnë ato fjalit e tyre ku i ke 300.000 vendet e punës. Ndërkohë që mjafton të shkosh në regjistrin e të punësuarve të Republikës Shqipërisë. Sa ishin kur ne morëm detyrën dhe sa janë sot. Të regjistruar që paguaj taksa dhe sigurime shoqërore. Dhe aty do të lexosh që janë pak më shumë se sa 300.000 plus. Ashtu sikundër, ju e dini shumë mirë se çfarë ishte Gjirokastra, për mos folur për Tepelenën. Tepelena ishte vendi ku njerëzit e Tepelenës ktheheshin vetëm për ngushëllime, apo ku venin për ndonjë dasëm që të merrin në nuse e të iknin prap. Ndërkohë që se them unë do të më bukur se që ka thënë Tërmeti i Tepelenës. Komandant mos fol fare, s'ke qa thua, mjafton të shikosh që në pedonalen e Tepelenës shëtisin bjonde nga Suedia, kujt i kishte vajtur mendja. Dhe kjo është e vërteta. Libohova, kur unë kam shkelur për të parë, ishte një shkretir, duke si ato filmat e viteve 30-40 bardhezi me kaubojt, dhe duke si unë nga ana tjetër e rrugës do dilte njëri me kalë që do gjuante. Sot Libohova është pjesë e ofertës turistike të qarkut Gjirokastrës. Sot në Libohov, si në Gjirokastër, si në Tepelen, si në Përmet, hapen bujtina, njëra pas tjetrës. Pam me Mirelën në mëngjes, tek Booking, 434 dyer, 434
oferta nga Gjirokastra. Çfarë janë këto? Këto janë punë, punësim, prodhim vendor, ekonomi vendore. Dhe prandaj, unë vazhdoj të besoj, kemi bërë gjën më të mirë të mundshme për të gjitha ata që vetë punësohen dhe punësojnë tjerë me i biznes vogël dhe rritën avash, kur ja kemi bërë 0 taksat, 0 të vëshën dhe 0 të laken deri në Shqipërinë 2030. Nga ana tjetër, pa diskutim që ka ende gjëra për të bërë. Pa diskutim ka ende tabu për të thyer. Pa diskutim ne duhet të bëjmë ende më shumë që kthesa e filluar, sepse unë gjithë ta djem që vinë, kthehen nga Greqia dhe investojnë këtu, i konsideroj si dallandyshet që lajmërojnë një pranverë të madhe shqiptare. Por, na duhet akoma punë. Dhe kur thonë pse do mandat në 4, përgjigja më e thjeshtë është sepse ka akoma punë për të bërë. Ndërkohë që përtej këtyre dhe pa diskutim përtej veprave që do bëjmë, dua t'ju them se 11 maj është më shumë se sa për Gjirokastrën, më shumë se sa për Bashkitë e Qarkut, është më shumë se sa për të gjitha problemet që janë shumë të rëndësishme, por janë problemet e çdo palë zgjedhjesh. Çfarë do bësh më shumë për këtë, kush do bëj më shumë për atë, çfarë do bëhet më shumë aty, çfarë do bëhet më shumë atje. Ndërkohë që në këto zgjedhje, përtej këtyre ka diçka tjetër, diçka shumë më të madhe. Diçka që nuk është më thjesht zgjedhja jonë që kemi drejt në votës sot. Është diçka që është në dorën tonë. Është diçka që fati e desh të na vinte ne në dorë. Por ama është diçka që me dorën tonë ne duhet ta bëjmë edhe për ata që janë monumente këtu në këtë shesh, edhe për ata para tyre, deri tek profeti i historisë tonë kombëtare Skënderbeu. Sepse ishte ai Gjergj Kastrioti që kur vuri barikadën këtu në Shqipëri, përcaktoi fatin tonë, bëri profecinë e madhe se ku është vendi dhe ku duhet ndërtuar shtëpia e shqiptarëve, jo në lindje, në perëndim, jo në Azi, në Europë. Dhe pas këtaj, historia jonë ishte shumë e ngatruar, shumë e dhimbshme, shumë e mundimshme. Rilindasit tanë dhanë edhe jetën për të mbrojtur gërmat e gjuhës shqipe. U bën bashkë për të na dhënë një alfabet dhe zgjodhën të na japin një alfabet latin, sepse vendi ynë është në Europë. Se ne jemi pjesë e kulturës europiane, se ne jemi një nga popujt më të vjetër të këtij kontinenti që jeton në zemër të Europës. Por ne jemi sot ende të huaj në Europë. Na e lanë me shkrim, dielli për ne lind andej nga perëndon. Dhe pastaj historia vazhdoi, shumë e vështirë, shumë e ngatruar. Shqiptarët u penguan dhe u ripenguan. Më shumë nga të mbrapshtit brenda vetes se sa nga armiqtë e tyre. Se ç'i kanë bërë shqiptarët e mbrapsht, këtij populli, këtij kombi, këtij vendi nuk ja bëjnë dot as armiqt më të egër. Dhe pastaj një popull i tërë doli në rrugë. Nuk kishte organizim si sot që ju jeni ftuar dhe ne këtu flasim. Doli në rrugë spontanisht, nuk i tha askush se çfarë thot. Ama çuditërisht ishte i vetmi popull që doli për të rrëzuar diktaturën, që në shprehjen e parë vuri Europën, e duam Shqipërinë si gjithë Europa. Nuk e kanë bërë të tjerët. Ky është një amanet dhe sot na ka rënë ne që këtë amanet, në qoftë se e kuptojmë si duhet për masën e 11 majit,
në qovë se kuptojmë si duhet se qarë do të thotë Shqipëria antare e Bashkimit Evropian, në qovë se kuptojmë si duhet se çfarë është kjo pasaport, duhet që t'i ka përcejmë kufit e fushës të ndarë të luftës politike, duhet t'i ka përcejmë ngjyrat e fanellave partijake dhe duhet të votojmë të gjithë bashku për ata që na pararendën dhe për të gjithë fëmijët që nuk e kanë të drejtën e votës akoma, por që janë të parët përfitues të drejt për drejt të një vote që do të shkojë për shpresën e madhe të një Shqipërie të re në BE dhe jo për një politikan të pa shpresë në kënet. Dhe këtu përfitoj nga rasti, duke shpresuar, të besuar që na shohin dhe nga Greqia, t'ju them, jeni regjistruar për të votuar. Fatkeqësisht në Greqi u bë një mishmash, jo DHL-ja, jo Spedeksi, jo Kodeksi, jo ku diun se çfarë. Por tani më mundësia është, dhe do t'ju lutesha të gjithë atyre që janë regjistruar, që të marrin zarfin, të marrin votën, të vendosin edhe ata për ta çuar në vend këtë amanet shekullor dhe për t'ju dhënë fëmijëve të tyre atje në Greqi dhe vetes tyre këtë pasaportën europiane, sepse unë besoj që shqiptarët e Greqisë janë ata që mund ta kuptojnë më mirë se të gjithë shqiptarët e Shqipërisë, se të gjithë shqiptarët e pjesës tjetër të Europës se çfarë do të thotë kjo pasaportë. Kjo nuk është një dokument tjetër udhëtimi që zëvendëson këtë që kemi dhe thjesht shkruan si për Bashkimin Evropian. Kjo nuk është thjesht që ne kur shkojmë në për aeroportet e BE-s apo futemi në për portet e BE-s të mos ta nxjerrin anash si të huaj, si qytetar dorës dytë, për të filluar të na kontrollojnë ku po shkon, sa do rish, kush të pret, sa le ke me vete, dhe pastaj vjen pyetja të mërshme, ti akoma s'ke hyrë, kur do ikësh, sepse je i huaj. Kjo është shumë më tepër se sa kaq. Dhe u them atyre që janë në Greqi, shumica e të cilëve të gjeneratës kur u nis në vitin e ndryshimit madh dhe u nis pa rroba në trup thuajse, që sot jeton me ankthin e njojës pensionit, a do t'i njihet sakrifica e të mërshme e gjitha atyre viteve apo jo? A do marrin pension sepse ka punuar, kanë mbajtur në këmbë ekonominë e Greqisë, pa shqiptarët e thon grekët vet, pa shqiptarët punëtor që nuk jinin orë dhe mbi të cilët mund të ushtrojë shumë më tepër presion se sa mbi grekët, nuk do ndodhte kurrë i suksesi i lojrave olimpike apo jo. Dhe tani është koha për të parë gjithë këto lot, gjithë kjo djersë, gjithë ky gjak, gjithë kjo ndarje të mërshme me vendin ame dhe me shtëpinë ku ke lindur, a do kthehet në një pension të njohur. Njohja e pensioneve për një vend të huaj, siç jemi ne, me një vend të BE-s, siç janë ata, bëhet me negociata, bëhet me marrëveshje. Ne kemi bërë 22 marrëveshje, mbyllëm dhe atë me Italinë më në fund, që ishte e parafundit për nga vështirësia. Kjo me Greqinë është më e vështira. Ne kemi filluar negociatat. Kemi një marrëdhënie shumë pozitive me qeverinë greke. Por ama nuk e dim sa kohë mund të marrin. Mund të marrin vite e vite të tëra. Po e dini çfarë? Nëse ne mbyllim negociatat me Bashkimin Evropian në 2027, sikundër na e kanë thënë dhe na kanë vënë ata në tavolinë. Dhe nëse Shqipëria bëhet antare e Bashkimit Evropian brenda kësaj dekade, dhe duke u bërë antare e Bashkimit Evropian, Shqipëria të tërë shqiptarët dhe shqiptarët kudo ku janë marrin këtë pasaport, kjo pasaport në Greqi bën njohjen automatike të pensioneve. Nuk ka më nevojë
nuk ka më nevojë për marrëveshje me shtetin. Me këtë pasaport në Greqi, ty të njihet çdo ditë pune që ke bërë atje. Me këtë pasaport në Greqi, fëmijët e tu nuk janë më fëmijët huaj, që duhet shkojnë paguajnë tarifa 10 herë më të larta se sa studentët e tjerë grek apo nga Europa. Me këtë pasaport nuk ka më nevojë për të ndonjë në radhë kur do marr lejen e qëndrimit, kur do marr lejen e punës, kur do zgjas lejen e qëndrimit, kur do zgjas lejen e punës. Të tëra këto bëhen të panevojshme, sepse kjo pasaport kuqezi ka të njëjtën vlerë në Greqi si pasaporta bardhë e blu. Është e njëjta. Dhe jo vetëm në Greqi, po në çdo vend tjetër. Bashkimin Evropian. Sepse me hyrjen në Bashkimin Evropian, ne fitojmë një Shqipëri 3. Një Shqipëri që nuk është më 28.000 km2, është 28.000 km2 për të vetë qeverisur, për parlamentin, për qeverin, për institucionet, po për qytetarët është e madhe sa që është perimetri i Bashkimit Evropian. Dhe besoj që ata cilët kanë kaluar malet, ata cilët janë ropatur dhe ata cilët presin sot me ankth a do të njihë në një pensioni, nuk mund ta lënë zarfin rrugëve, nuk mund ta lënë votën për cilën janë regjistruar të mbetet si një copë letër pa vlerë. Duhet shkojnë ta marrin me çdo kusht dhe ta dërgojnë në Tiranë. Ka edhe disa ditë kohë, është plotësisht e mundur. Ju bëj thirrje ta dërgojnë në Tiranë, sepse duke hyrë në Bashkimin Evropian, Shqipëria jo vetëm do të jetë një Shqipëri e re, jo vetëm do të jetë një Shqipëri që popullin e vet më në fund nuk do ta ketë një popull të dorës dytë, po do ta ketë një popull evropian jo vetëm me zakon, se me zakon nuk na bëjnë ata në evropian, evropian na ka bërë Zoti që na ka vënë këtu, por edhe me ligj, edhe me pasaport. Dhe e dini çfarë, me këtë pasaport, shqiptarët në Greqi, në Itali dhe ku duan, mund të zgjidhen kryetar komunash, mund të zgjidhen kryetar bashkish, mund të zgjidhen antar këshillash bashkiak, mund të zgjidhen antar këshillash komunal, mund të zgjidhen dhe eurodeputet. Atje ku janë, vetëm deputet dhe ministra të vendeve atje nuk bëhen dot, se për atë duhet pasaporta e vendit dhe është normale. Pra, kjo është zgjedhja ime e majt. Kjo është zgjedhja ime e majt dhe keni parasysh në një gjë se s'dua t'ju lodh më shumë dhe faleminderit që po duroni akoma në diell për të ndëgjuar mua që me siguri më dëgjoni pa pushim. I kërkoj ndjes cili do prej jush, jo cili do, në fakt, cilës do, se gratë e hapin frigoriferin për të kontrolluar si është situata. I kërkoj ndjes nëse i kam dalë në frigorifer këto ditë dhe duhet ta mbyll duke thënë këtë gjë. Për të parë Shqipëria po përjeton një përpjekje historike për vendosur barazinë para ligjit. Nga 1912 kemi pasur republikë, kemi pasur mbretëri, kemi pasur diktaturë, kemi pasur tranzicion demokratik, po s'kemi pasur kur barazi para ligjit, sepse i pari i qeverisë ka vendosur dhe ka qenë mbi ligjin dhe ka mbajtur mbi ligjin kë i ka dashur qefi ose kë i ka interesuar për pushtetin e tij. Për herë të parë po ndodh ajo për të cilën unë ju kam kërkuar ju mbështetjen dhe ju kujtohet që brita nëpër Shqipëri dhe thosha ma jepni timonin pa të tjerë në prerë që të bëjmë një drejtësi që godet majtas dhe djathtas dhe që shep vetëm drejt. E pra, ne e kemi sjell deri këtu dhe ne do ta garantojmë atë drejtësi, po për ta garantuar një herë mirë, për ta bërë të pakthëshme, të paprekshme nga asnjë lloj bufkënete dhe nga asnjë lloj kukumjaçke që delin nga këto pellgje dhe vogla që thonë jemi parti të reja, duhet futur Shqipëria në Bashkimin Evropian. Bashkimi Evropian na ka hapur derën. Ajo derë nuk rri e hapur për ditë. Ajo është një shtëpi të pasurish. Dera hapet kur ju intereson atyre
dhe kur bien dakord të 27 bashkë. Ne kemi bërë të gjitha përpjekjet sepse kemi nisur nga fundi fare i rreshtit dhe sot jemi te pragu, dera është hapur, ata na duan brenda, tani dy rruga. O do bëjmë bashkë, do përballim negociatat me ta, do mbështesim Shqipërinë për të përmbyllur negociatat, dhe do hymë BE, ose pastaj do ta lëm këtë shans historik siç kemi lënë të tjera në historinë tonë na iki, sepse këtu në Shqipëri do hedhin votat lart e poshtë, sa këtej e sa andej, sa në Kënet, e sa në për ato dyqanet e qilimave fluturus. I e dëgjuar ata Gjoja Partitë e Reja, çfarë thonë? Po na ra ne rasti dhe po na dhanë vota shqiptarët që të mos lëm të bëhet qeveri, do shkojmë në zgjedhjet parakoshme. Ju kujton në i gjë kjo? A ju kujton në i gjë kjo? Unë mendoj që ata që merren me bujqësi e din shumë mirë çfarë është fara e keqe. Dhe është ajo fare e keqe që polli të ndjerën LSI. Dhe ju e dini që kemi hequr me atë fare të keqe. Sot, ajo fare e keqe nuk duhet lënë të mbi e të marri fushat e politikës shqiptare. Sepse nuk ka asnjë ofertë, nuk ka asnjë gjë të re. Ka po të njëjtën gjuhë Kënetës, po sharit e Kënetës, po akuzat e Kënetës. Dhe ndryshe nga Këneta, ka vetëm një gjë. Këneta ka një buf të lodhur të mbaruar që i fiken lampat në çdo 5 fjali, kurse ata kanë ca djem të ri. Kjo është e vërtet në mosh, po jo në tru. Në tru janë të tërë bufat vegjël. Prandaj, fokusohemi tek interesi kombëtar, fokusohemi tek misioni ynë, fokusohemi tek amaneti të parëve, fokusohemi tek ajo që duhet bëjmë për të gjithë fëmijët e Shqipërisë socialistë dhe demokratë. Shumë faleminderit. Rrofshi ju, rroft Gjirokastra, rroft Memalia, rroft Tepelena, rroft Përmeti, rroft Libohova, rroft Shkëlqyra dhe patjetër rroft Dropulli e Efkaristo Parapoli. Shumë faleminderit. Rroft Shqipëria.